Halid ibn Velidi radiallahu anhu, shpata e Allahut, komandanti pas një humbje. Halidi radiallahu anhu, padyshim ka qenë gjeniu më i madh luftarak të cilin e ka shënuar historia. Halidi radiallahu anhu ka qenë një general i cili asnjëherë nuk ka humbur asnjë betejë. Halidi radiallahu anhu ka qenë njeriu i vetëm i cili taktikisht e ka fituar. Ishte komandanti i parë musliman i cili ka çliruar të gjitha vendet e huaja. Ishte muslimani i parë i cili ka poshtëruar dhe nënshtruar dy perandoritë e mëdha dhe atë njërën pas tjetrës. Shumë betejë të tij janë mësuar dhe hulumtuar në për akademitë ushtarake, veçanërisht Uhudi, Kazimeja, Velexhe, Muzeja, Exhnedjeja dhe Jarmuku. Betejë më e shkëlqyer e tij ka qenë ajo në Velexhe, ndërsa më e madhe gjithsesi ajo në Jarmuk. Pati i tij ka qenë betejë, sulmi, marrja dhe çlirimi nga betejë në Uhud e deri në fund. Halidi radiallahu anhu ka luftuar 15 vite. Ka luftuar në 41 betejë, duke mos i llogaritur angazhimet e vogla, nga të cilat 35 prej tyre kanë qenë në 7 vitet e fundit. Asnjëherë nuk ka humbur asnjë prej tyre. Por qafimi me Islamin. Halid ibn Velidi nuk ishte një njeri që mund të përgjunjej me luftë, dhe nuk duhet ishte. Por sa kohë që ta ruante atë krenari, që më vonë do të kthehej në dinjitet islam, ishte krejt e pamundur të detyrohej të futej në islam me forcën e shpatës. Ndërkaq, Zoti e kishte mbrojtur me bujari këtë komandant të pashoq të së ardhmes, duke përgatitur truallin që ai të futej në islam me dinjitet. Si do të treteshin akujt e Halidit po të mos ishte një periudhë e tillë paqeje? Kështu, kur në Mekë nuk ishte mbetur më punë për të bërë, Halidi, ai njeri që kërkonte sherr, të paktën kishte gjetur mundësinë për të menduar pak. Padrejtësia në duke që u ishte bërë muslimanëve në Hudejbia dhe pastaj pamja dhe gjendja e tyre shpirtërore një vit më pas kur kishin ardhur në Mekë për umre, kishin ndikuar thellë mbi Halidin dhe ata që mendonin si ai. Po periudha e paqes u bë një periudhë kthjelltësimi dhe pas një kohe shkoi tek i dërguari i Allahut dhe shpalli se ishte nënshtruar. Ky nënshtrim dhe si rezultat që ai të bëhej Seifullah, shpata e Allahut. Fundja i dërguari i Allahut e priste këtë rezultat. Edhe Amr ibn As është një ndër ta që u bën musliman në këtë periudhë. Monotonia e ardhur bashkë me paqen e Hudejbijes, jeta e mefsht i mërzit rënd këta trima, këta herojnë të qartur të shesheve të luftës. Ata zgjodhën frontin e aksionit dhe kaluan në anë të dërguarit Allahut. Me të hyrë në Mekë, pejgamberi alayhis salam filloi me adhurim për Allahun, dhe ashtu siç kishte nga ata që ndiqnin me vëmendje se si do të vepronte, kishte edhe nga ata që nuk donin të përballeshin kurrësi me të. I njëjtë të gjithë këta, andaj donte të mbante portat të hapura ndaj të gjithëve. U dërgonte mesazhe edhe atyre që nuk i kishte para të ditë, duke bërë të mundur që edhe ata të viheshin disi në mendime. Halid ibn Velidi ishte njeri syresh. Duhet të ishte ndonjëri prej tyre që dëshironin të shkonin pranë profetit për të dorëzuar, derisa e pyeti vëllain e tij musliman, Velid ibn Velidin. Ku është Halid ibn Velidi? Velidi fatkeqësisht nuk do ta kishte pranë të vëllain gjatë atyre ditëve. Megjithatë duhet ta shihte disi. Resulullahu kishte diçka për t'i përçuar. Andaj ai u mundua t'ia niste disi mesazhin e dhënë. Në letër flitej për takimin e tyre dhe në të shkruhej: "Është e pamundur që një njeri i atill ta di Islamin dhe të mos e pranojë. Sikur ai njeri t'i bënte luftrat në anë të muslimanëve dhe kundër idhujtarëve. Sa i mirë do të ishte diçka e tillë për Halidin. Ne do ta parapëlqenim atë para të tjerëve, duke mbajtur në pëllëmb të dorës." Në fakt ky ishte një sjarri që dhën haptazi. Pjelja e fundit në letër ishte: "O vëlla im, vlerësoj siç duhet mundësitë që do të t'jepen, dhe mundohu që duke ardhur me njëherë te ne, të mund të rregullosh gabimet e të shkuarës." Halid ibn Velidi, me ta lexuar letrën, e kishte teje të qartë vendimin. Në fakt, pas çdo betejë me të dërguarin e Allahut teksa kthehej, kishte ndjerë një ndrydhje në shpirt, që prej Hudejbijes kjo gjendje kishte filluar ta shqetësonte më shpesh. Ai tani më veç po kërkonte një bashkëudhëtar. Nëse do ta fliste diçka të këtillë me Ebu Sufjanin, Ikrimen apo Safwan ibn Umayyen, e kishte të sigurt se nuk do të merrte ndofar përgjigjeje pozitive, kështu që provoi të fliste një herë me Osman ibn Tahlan. Me ta parë se edhe ai ishte një mendjeje, vendosën që të niseshin ditën tjetër. Kur mbërritën në vendin e quajtur Hede, u takuan me Amr ibn Asin, i cili i përshëndeti. "Mirë se erdhët, na prut gëzim o njerëz." "Edhe ti," ju përgjigjen ata. "Përmbarish Allah. Për ku je nisur kështu?" Amri parapëlqeu të përgjigjej po me një pyetje. "Po ju, për ku kështu?" Nuk ishte pse ta zgjasin më tej. Andaj vendosën që t'ia tregonin. "Po shkojmë të hyjmë në Islam dhe t'i bindemi Muhamedit." "Edhe unë, po njësoj si ju përgjigj Amri."
Miqtë e vjetër ishin nisur që të tërhenë në drejtim të Medinës dhe hapat I hidhnin të shpejt. Më në fund, ndërsa po mbërrinin, vendosen që të ndërronin veshjet dhe të çlodheshin pak në një vend fare pranë Medinës. Duhet të dilnin të pastër dhe të çlodhur përpara të dërguarit Allahut. Në anën tjetër, I dërguari Allahut paqja qoftë mbi të e kishte marrë vesh me koardin e tyre, prandaj u kthye që t'ua tregonte edhe sahabek të sqariq. Meka, ju a dha 3 moshat e saj më në fund. Belidi ende nuk ishte marrë përgjigje për letrën e nisur dhe deshi të hidhe përpjet prej gëzimit. Por një çast u bë gati që të dilte përpara për t'i pritur. Po vinte dora vet, Halid ibn Belidi. Nxitoni, Resulullahu e mori vesh për ardhjen tuaj dhe është shumë I lumtur, po ju pret. Edhe ata u emocionuan jashtëmase. Tashmë po iknin duke ngarenduar. Është e pamundur ta rrëfesh gëzimin që shprehi në buzëqeshjen e tij. Drita e fytyrës së tij, si drita e hënës së plot, ndriçonte në sytë e tyre. I pari ishte Halid ibn Belidi, I nderuar, ai e përshëndeti të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ishte aq I nxehtë sepse po e ndjente deri në zemër përshëndetjen. Ftesa që po u bënte ai, duke u hapur kraharorin, nxehtësia në buzëqeshje dhe dashuria e shprehur në fytyrë, triumfoi menjëherë tek ata. Unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe se ti je I dërguari I tij, tha Halidi. Profeti ynë I dashur që po dëshmonte besimin e një njeriu që po vinte në sajt të meditimit të vet ju kthye. Lëvduar qoftë ai që të fali ty udhëzimin. Zaten, unë te ti shija një zgjuarsi të thellë dhe prisja për çastin që një mendje e tillë të gjente rrugën e drejtë. Halidi radiallahu anhu pikërisht tani pas kaq vitesh jetë, po e ndjente veten për herë të parë si Halid. Po merrte aq shumë për gëzime dhe komplimente dhe po shqetësohej për të tërë ato vite që I kishin shkuar dëm. O I dërguari Allahut, tha ai, siç e ke parë te ti, unë gjerë sot veç kam dalë kundër teje, duke thënë gjithfarë gjëra të shëmtuara. Dua që të lutesh për mua, që Allahu të mi falë të këqijat që kam bërë. Betejë e Mutes. Kjo është betejë më e madhe dhe më e vështirë që kanë ndërmarrë muslimanët gjatë jetës së Resulullahut. Njëkohësisht, kjo ka qenë lufta më e ashpër. Betejë në Mute ndodhi në muajin Xumadel Ula të vitit 8 Hijri, që I përgjigjet gushtit ose shtatorit të vitit 629. Mute është fshat në jug të Shamit, 2 ditë e cil larg Kudus Sherifit. Buhariu transmeton nga Halidi se ka thënë: 9 shpata I kam thyer ditën e Mutes, përveç shpatës jemenase, ndërsa në një tekst tjetër thuhet: në dorën time janë thyer 9 shpata në Mute, e ka qëndruar vetëm shpata jemenase. Resulullahu ditën e Mutes I informuar përmes vahit, shpalljes, e para se të arrinin lajmet në Medinë në lidhje me këtë luftë ka thënë: Zeidi e mori flamurin dhe u vra, pastaj Ibni Revaha, edhe ai u vra, ndërsa e thoshte këtë ai qante dhe kështu derisa e mori flamurin shpata Allahut. Halidi dhe me lejen e Allahut fituan. Me gjithë trimëritë dhe heroizmin e madh, do të ishte tejet e çuditshme që kjo ushtri e vogël të korte sukses në paluhatshmëri para kësaj vërsulje jethatashme, para kësaj furtune deti të ushtrisë bizantine. Atëherë vjet në pa e tërshkatësia dhe pjekuria e Halid ibn Velidit për të nxjerrë ushtrinë muslimane nga kjo situatë e vështirë. Ekzistojnë mendime të ndryshme për zhvillimin e mëtejshëm të betejës. Mirë po pas studimit të hollësishëm të gjitha versioneve të rrëfimit, mund të konkludohet se Halidi gjatë tërë ditës I rezistoi ushtrisë gjigande bizantine, duke u përpjekur me tërqënien e vet që të mendonte ndonjë dredhi luftarake, mendimin e së cilës do t'i friksonte bizantinët në mënyrë që të shpëtonin muslimanët e ata të mos ndërmerrnin ndonjë ndjekje. E dinte mirë se nuk do të shpëtonin dot, po që se ata do të vazhdonin ndjekjen pas tyre. Kur agoi dita e dytë, Halidi ndërroi radhitjen e ushtrisë. Para rojën e vendosin prapavi, pastaj ndërroi anët. Krahun e djathtë të ushtrisë e vuri në të majtën, ndërsa krahun e majtë në anën e djathtë. Tërë këtë manovrime vështronte armiku. Shikonin se si përzihej ushtria muslimane dhe menduan se u erdhën për forcime, për çka do u friksua. Kurse Halidi, pas soditjes dhe të menduarit një orësh, filloi ngadalë të tërhiqej prapa, duke pasur kujdes që të mos rregullohej radhitja e ushtrisë. Bizantinët menduan se muslimanët po përgatitin ndonjë kurth dhe se do të përdornin ndonjë dredhi luftarake. Nga frika se mos ushtria muslimane I tërhiqte në shkretëtirën e thatë, ata hoqën dorë nga luftimi. Kështu, armiku u tërhoq në vendin e vet, e asnjë mendoi për ndjekjen e muslimanëve. Ndërkaq, muslimanët me sukses u tërhoqën edhe u kthyen në Medinë. Nga tëra ajo luftë, bashkë me komandantët, kishin rënë gjithsej 12 dëshmorë. Kjo ishte një trimëri për të kënduar nëpër balada. Të luftohej përballë ushtrisë së tërmadhe të një fuqie të stërfortë dhe të jepje vetëm 12 dëshmorë. Ishte e pamundur ta shpjegoje përveç se mendimesën hynore.
dhe çdo kush që dëgjonte për këtë betejë e shite me një sy më ndryshe ushtrinë të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ndërkohë Muteja do të thoshte hapja e kanalit të parë në muret e kështjellës së Bizantit. Kishte edhe disa familje, të cilat u kishin nxjerrë disa probleme gjatë rrugës. Mirëpo gjatë kthimit, Halidi u kthye edhe nga ato që tua tregonte vendin. Vetëm ashtu mund të kthehej në Medinë. Në çastet e vdekjes, Halidi ibn Velidi rënkonte: "Ka Ali im, shpata ime, silmini ti shoh edhe një herë."